Poezia Dashuria ime parë ishte një takim disa orësh mes poetesh në bibliotekën publike Mitrush Kuteli me rastin e ditës ndërkombëtare të poezisë edicioni 6, një aktivitet i përvitshëm i organizuar nga Bashkia e Qytetit dhe Këshilli Rinor Pogradec. Për herë të parë, 14 poetë patën mundësinë të kuvendojnë me poetë të mirënjohur pogradecar nëpërmjet vargjeve të tyre. Ndarme të pranishmit, Copëza nga krijimtaria, poetët Lirise Itlari, Dimitri Pojanaku, Alida Stamo, Mariana Shkurti, Afroviti Gusho, Ilir Shyta, Andi Kosta, Dorian Leka, Albana Toçka, Semela Lushka dhe Enkela Mitrollari, por dhe prozatorët Istref Haxhillari, Bujar Balliu. Këtij eventi nuk i munguan përfaqësuesit nga pushteti lokal dhe qendror si dhe deputeti i zonës Bledi Çomo, kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli, administratori i qendrës multifunksionale Pogradec Dorian Latifllari, por dhe nën punës të tjerë të administratës nga Drejtoria e Turizmit, Rinisë e Trashëgimisë Kulturore. Gjatë këtij takimi poetik, poetët dhuruan librat e tyre për të pranishmit dhe të gjithë krijuesit u pajisën me certifikata mirënjohje nga organizatorët nën motivacionin, në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për shpirtin krijues, ndjeshmërinë artistike dhe kontributin e tyre në pasurimin e fjalës poetike, si dhe për pjesëmarrjen dinjitoze në këtë aktivitet. Aktivitete të tilla dëshmojnë një gjë të sigurt që poezia po trashëgohet denjësisht nëpërmjet brezave. Më vonë kjo erë kur ti të bëhesh një princ me rrobat më të bukura, me ngjyrat më të praruara, ajo, ose nga dashuria, ose nga xhelozia, do të rëmbej. E nuk e di ku do të shpjer. Gjetjen, zmeraldimi, bukrim, ruaju në vjesht. Kujdes.